Përshëndetje miqtë e mi, mirë se erdhët në YouTube channelin tim Tarot Spirit Therapy. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit për ju që jeni të rinj dhe faleminderit për ju që jeni pjesë e këtij channeli prej shumë kohësh tashmë. Faleminderit gjithashtu dhe ju që më ndiqni në Instagramin tim personal Tarot Spirit Therapy, ku unë hedh vazhdimisht postime për interpretimin e ëndrave, për lexime personale dhe disa postime të tjera të cilat janë motivuese. Sot do të reflektojmë në energjinë e muajit nëntor. Muaji nëntor është një muaj shumë transformues dhe është një muaj i cili është edhe shpirtëror në të njëjtën kohë. Pra transformues në aspektin karmik, në aspektin e leksioneve shpirtërore dhe në atë se çfarë ne duhet të përballemi të ndryshojmë në këtë muaj. Ne do të shohim bashkë me shenjat zodiake, pra ju mund bëni zgjedhje tashmë me shenjat tuaja zodiake, të cilat mund të përkojnë, por edhe mund mos të përkojnë eksaktësisht, por leximi dhe numri që ju do të zgjidhni është ai që është më esencial, pasi ju intuitivisht zgjidhni një prej 3 numrave. Le të fillojmë së bashku dhe të bëjmë zhurmën e cila është shpirtërore, medituese dhe përqendruese për mendjen. Mbyllni syt, merrni frymëthellë dhe më pas do të lidhemi bashkë në këtë lexim. Dakor, le të shohim së bashku 3 numrat që ju do të zgjidhni se me cilin ju rezononi më shumë. Numri 1, numri 2 dhe numri 3. Le të shohim së bashku mesazhin. Mesazhi i përgjithshëm për ju të gjithë që mund të zgjidhni numrin 1, 2 ose 3, nuk ka problem, është në fakt Pink Rose, është një trëndafil i cili është roz dhe ju thuhet që është gratitude, pra mirënjohje. Është momenti që ju të jeni mirënjohës. Dhe gjithashtu mirënjohës ndaj ndryshimeve, është shumë e çuditshme sepse flet dhe për 3-shin dhe për 6-ën, dhe kërkon në mënyrë numerologjike të japi dhe ndryshime dhe kërkesë për stabilitet. Trëndafilat vijnë gjithashtu me diçka të bukur, pra vizualisht, por edhe me gjëmbra. Pra ky muaj në energjinë e përgjithshme tuajën kërkon të keni një komunikim me qëllim pozitiv, por keni kujdes sepse komunikimi mund të kthehet nga disa njerëz me keq kuptime, sepse kemi këto pra gjëmbat në trëndafil. Dhe ju thuhet që mendja juaj ka nevojë për të qetësuar. Kemi elementin e ajrit, pra që prezanton mendjen. Dhe gratitude ju thot mirënjohja dhe trëndafili në të njëjtën kohë ju thuhet të vlerësoni ato që ju vijnë ose ju keni në këtë periudhë. Energjia e përgjithshme i përket pra shenjës së peshqve dhe numri 6, pra që ne folëm 6 ose në fakt është numri 9, yes. Pra numri 9 në këtë rast dhe peshqit. Pra numri 9 lidhet me Jupiterin, lidhet me shtëpinë e 9, e cila është shtëpia që ne do të flasim muajin tjetër, flet për energjinë shpirtërore, për udhëtimet, është një shtëpi e cila është goxha karmike, dhe në fakt ju thuhet që keni disa leksione shpirtërore që ju duhet të mësoni. Dhe shtëpia 12 ose peshqit që lidhen ndryshe është gjendja juaj emocionale. Pra në këtë periudhë, në energjinë e përgjithshme, unë shikoj që të gjithë ju që po e ndiqni këtë video, do të keni kujdes në komunikimin e përgjithshëm dhe gjithashtu është një muaj që do ju ftoj në reflektim shpirtëror për të parë së brendshmi, ndoshta për të bërë udhëtime
fizike, por edhe shpirtërore, për të parë le të themi njohuri, guru, të cilat vinë dhe ju udhësojnë se cila do të ishte udha më e mirë në këtë periudhë, dhe mund të keni ëndra, sepse peshqit ju flasin edhe për gjendjen emocionale, gjendjen lunatike, netët pa gjumë, por edhe ëndra goxha do thoya të çuditshme në këtë periudhë. Le të shohim dhe bashkë numri 1, për ju që sjellët numri 1, vazhdon elementi i ajrit të jetë prezent. Këtu ju flitet gjithashtu edhe për peshoren. Numri 2 sërish ju flet për një pjesë në cilën ju është elementi i ujit dhe ju tregon pra pikërisht edhe këtu për peshoren, ndoshta për të stabilizuar. Dhe elementi i tretë ose letra e tretë për ju që sjellët është pasion. Është pasion dhe ju flet këtu për shenjën e luanit, për kreativitet. Ju mund të rriqeni nga frutat, që ndoshta përimi këtu dhe fruta që ju tërheqen, ose lulja, ose mund të rriqeni intuitivisht nga numerologjia ose kush imazh ju thret më tepër. Pra ky është numri 1, numri 2 dhe numri 3. Le të shohim bashkë me shenjat zodiake, se cila do të lidhet. Pra numri 1 me çfarë shenje zodiake, nëse ju preferoni të sillni me shenjat zodiake, është Dashi, është dhe numri 2, pra që përkon shtëpia e dytë që përkon me shenjën e Demit. Dhe nëse do të zgjidhni numrin 2 me shenjë numerologjike, pra të zodiake, atëherë kemi Virgjireshën dhe numrin 8, shtëpinë e 8. Shtëpia e 8 flet për Skorpio, për shenjën zodiake të Akrepit, që lidhet pikërisht me muajin e nëntorit, dhe për disa kemi këtu Virgjireshën. Ju mund të shihni ku e keni edhe ascendentin ose shenjën tuaj zodiake ose ku e keni hënën. Dhe nëse për ata të cilët duan të zgjedhin numrin 3, por bazuar në shenjat zodiake, kemi 5-ën që lidhet eksaktësisht me shenjën e luanit, që flitet për luanin që mund ta keni ascendente ose hënën ose shenjën tuaj zodiake, dhe këtu kemi gjithashtu Virgjireshën. Pra, po të shohim kemi goxha energji, do thoja, që do të flas pak më vonë për këto, do të flas më vonë në detaje për secilin nga ju. Ky është një fillim që për disa mund të zgjedhin nëpërmjet frutit, dikush mund të zgjedhë nëpërmjet numerologjisë ose disa tjerë nëpërmjet shenjave zodiake. Por shenjat zodiake janë ndihmuese, nuk janë esenciale. Le të fillojmë së bashku me numrin 1. Përshëndetje ju të numrit 1, po i heq me një zaret, dhe le të fillojmë të shikojmë bashkë se çfarë ju rezonon kjo letër. Në fakt ju thuhet që mendja juaj në këtë momente është duke balancuar disa mendime, të cilat këto mendime mund të jenë mendime që kërkojnë balans shpirtëror, emocional. Në këtë periudhë mund të kemi edhe çështje legale, pune ose mendime, shkresa, zyrash, të cilat i përfshin, por për disa mund të jetë edhe marrëdhënie dashurore, sepse shtëpia e 7 ose shenja zodiake e peshores gjithmonë ka tendencën për të parë shkresa, dokumentat, por në të njëjtën kohë edhe pjesën martësore ose marrëdhënie. Pra në këtë periudhë ndoshta mund të jeni duke kërkuar një stabilitet edhe emocional. Le të shohim letrat e Major Arkanës, se në çfarë energjie ju jeni në këtë muaj të nëntorit. Pikërisht është një zgjim shpirtëror që ju vjen për t'ju thënë që është momenti për të marrë një vendim të caktuar. Vendimi i caktuar mund të jetë në bazë ose mund të jetë një lajmërim që ju bëni, një fest që mund të jetë për disa që lindi një fëmijë, ose një fest që mund të jeni ju të ftuar në një ceremoni të caktuar, por në të njëjtën kohë kërkoni ndihmë nga universi ose nga angjëjt tuaj përkatës për t'ju udhëzuar se çfarë do të jetë më mirë. A do ta merrni këtë përgjigje? Unë them se po. E cila mund të vijë nëpërmjet ëndrave, mund të vijë nëpërmjet ndjesive, mund të vijë nëpërmjet një momenti të caktuar që ju ndjeni që kjo është vendimi i duhur, qoftë për aspektin profesional, por qoftë edhe për aspektin emocional ose profesional, në të dyja pjesët. Le të shohim bashkë sa letra astrologjike në këtë rast, ju të numrit 1. Ju shikoj pak që ndoshta për disa mund të egzagjerojnë pjesët profesionale, janë të ngatruara. Këtu kemi shtëpinë e 5 dhe shenjën zodiake të Luanit. Dhe ju flet që ndoshta për momentin kërkoni më tepër nga ç'duhet,
ju shikoj që për disa mund të flasin për pjesën e komunikimit, për pjesën e cila mund të jetë online, që mund të keni disa mund të kenë biznese ose komunikimi juaj mund të jetë nëpërmjet telefonit. Jeni njerëz të cilët gjatë natës rini zgjuar, marrëdhënia juaj është një marrëdhënie që komunikon nëpërmjet distancës, ose ju kërkoni të ngrini diçka nëpërmjet komunikimit, të ndryshoni diçka që mund të jetë marrëdhënia juaj. Shikoj këtu që ju kërkoni të vendosni principe, rregulla në këtë marrëdhënie, që mund të jenë principe ose rregulla për sa i përket pjesës që doni të mbroni vendin tuaj. Kur them vendi juaj, është vendi juaj emocional ose shtëpinë tuaj. Jeni me një dualitet, kemi dhe hënën, kemi dhe diellin, dhe kur janë prezente të dyja si simbole, tregojnë një lloj unë do thoja një lloj ngërçi ose një lloj po kërkoj të gjej fjalën e duhur, kontrasti shpirtëror që ju doni stabilitetin, por nuk është kaq i thjeshtë për të patur. Po ta shikojmë tregon që këtu në këtë rast mua më zgjon si Tician, duke qenë që unë bëj dhe lexime të cilat janë të astrologjisë vedike sipas pjesës veriore, kur shikohet ascendenti në formë karmike, më tregon këtu pjesën e kendrës. Kendra janë shtëpi të cilat ne nuk i shmangim dot, pra karmën e tyre janë të destinuar në këtë formë për të ardhur dhe na prekin në jetën tonë, pra për të na mësuar diçka, për të pastruar disa energji karmike. Në rastin konkret mund të jetë shtëpia e parë këtu, pra që edhe përkon me kendrën, pra me individualitetin ton, me marrëdhënien ton, ose me njerëzit jashtë, me profesionin ton, që është shtëpia 10 këtu, dhe me shtëpinë, pra që ka të bëjë me komfortin, me pjesën me shtëpinë e katërt. Pra ka diçka këtu që ju kërkoni, që është kendra, pra është qendra, nëse do ta themi shqip. Pra ka të bëjë me individualitetin, me shtëpinë e parë, me shtëpinë e katërt, që ka të bëjë me shtëpinë, me familjen, me vendin ku ju ndjeni stabil emocionalisht, me shtëpinë e 7 që ka të bëjë me marrëdhëniet, dhe shtëpia e 10 që ka të bëjë me profesionin tuaj. Pra këtu kemi një kërkesë të individualitetit ose të pikave për mbi i, se kush jeni ju, si doni ta prezantoni veten tek fëmia juaj ose në shtëpinë tuaj, tek partneri juaj, por me të njëjtën kohë edhe me stabilitetin e punës. Pra shikoj diçka që në këtë muaj ju që zgjodhët numri 1 jeni duke kërkuar për balancë që ka të bëjë me profesionin, me marrëdhëniet, me individualitetin tuaj dhe me shoqërinë. Pra unë shikoj të gjitha këto ngërçe të bashkuara bashkë dhe ju prekin në këtë muaj. Do të jeni të gjatë të inspiruar, të frymëzuar, dhe kërkoni dhe letra ju thuhet për fleksibilitet, pra që mos i vendosni shumë stres e vetes tuaj, sepse është një periudhë që ndoshta ju po merrni shumë informacione online, e krahasoni veten tuaj me njerëzit të tjerë cilët mund të jenë të arritur profesionalisht, dhe ndoshta mund të ndjeni që nuk po bëni aq sa ju mendoni që mund të bëni në këtë periudhë. Pra shikoj këtu një periudhë e cila ju ka vendosur pak, ju ka lidhur pak këmbët edhe duart, por kaq, nuk shikoj diçka negative. Unë do të marr edhe një letër tjetër në këtë rast. Entuziazëm, ju shikoj që jeni goxha pozitiv, kërkoni të arrini gjërat me pozitivitet. Shtëpia 9 në këtë rast më flet gjithashtu dhe të dyja më flet për Shigjitarin këtu, Jupiterin këtu, Diellin. Pra kemi një lloj fokusi në aspektin shpirtëror. Ju doni të kuptoni kush jeni dhe çfarë mund të jepni në këtë periudhë. Pra goxha të inspiruar dhe goxha kërkoni të ndisni një qiri në portën shpirtërore për të parë veten tuaj më mirë dhe çfarë mund të jepni në këtë periudhë. Le të shohim disa letra të tjera të tarotit, se si do të jetë, le të themi, ky muaj në përgjithësi për ju të numrit 1. Ju shikoj pra numri 0 këtu, fillimi një etape të re, një eksperiencë të re. Kërkoni të shihni gjërat
në një këndvështrim juaj personal që është ndryshe nga njerëzit e tjerë, ju shikoj që mund të haseni me disa konflikte dhe këto konflikte janë më tepër shpirtërore, dhe kërkoni të ndihmoni njerëzit e tjerë ose njerëzit e tjerë të kenë më tepër empati për ju. Unë shikoj një goxha iluminim, goxha ndriçim, një shpirt që po zgjohet pak në pak, ju të numrit 1, një periudhë e muajit të nëntorit që unë them që ky ngërç ose kjo energji e juaja fillon edhe po merr kuptim ose do marri kuptim. Ju shikoj që filloni dhe përgatisni një listë se çfarë ju duhet të bëni. Për ato që janë femra, sepse shikoj energjinë e femrës, filloni që të bëni bosi në punën tuaj, të vendosni rregulla, të ndjeheni edhe ekonomikisht më mirë, do thoja. Në disa raste ju shikoj që kërkoni të thyeni disa perspektiva të vjetra të njerëzve, që se si mendojnë gjërat, se si shohin gjërat. Shikoj meditim të thellë këtu, një guru që ndiqet, që mund të jetë guruja juaj shpirtëror. Ju shikoj që jeni në një rrugë të tillë për të kërkuar pak veten tuaj dhe qëllimin e shpirtit tuaj. Për disa marrin një automjet të ri ose kërkojnë të udhëtojnë në këtë periudhë. Në fakt është shumë interesante sepse letra Hierophant, Priestess dhe Hierophant këtu flasin për një zgjim shpirtëror. Pra ky muaj për ju që zgjodhet numri 1, ju shikoj që filloni dhe kuptoni më tepër kush jeni. Filloni të kuptoni ose të zgjoheni shpirtërisht dhe të shihni së brendshmi. Pra është momenti për ju që të kuptoni çfarë unë duhet të bëj në këtë periudhë më mirë. Goxha, unë të thoja, letra pozitive, të qëndrueshme, një muaj që zgjoheni ose kuptoni veten tuaj, një muaj që ju thuhet të mos diskutoni me njerëz tjerë sepse janë të kot, mendja juaj ju bën disa lojra ose vendos njerëzit e tjerë në kokën tuaj dhe ju jeni shumë me njerëzit e tjerë në mendje. Këto janë letrat e mia të orakullit që do të shohim tani. Për gjithë ju tashmë që më ndiqni në videot e fundit e kam bërë si një, do thoja, zakon ose një pjesë time për të prezantuar librin tim. Pra kjo është kutia dhe që përmban brenda librin tim 357 faqe në gjuhën shqipe dhe gjithashtu letrat e orakullit që janë 70 letra vendosen brenda kutisë. 70 letra orakullit që do shikojmë bashk. Ky libër është në gjuhën shqipe, ju mëson si mund të merrni një letër çdo mëngjes kur ngriheni për t'ju motivuar shpirtërisht. Këtu flas edhe për historinë time, gjithashtu se si lindi leximi i letrave. Krijimi i tyre, procesi kur unë kam qenë shtatzane dhe kam krijuar në këtë ishull që ka qenë goxha shpirtëror për mua. Dhe në të njëjtën kohë ju shihni gjithashtu edhe disa simbole se si ato mund të interpretohen në art terapi, se si ato interpretohen në tarot dhe se si ato interpretohen në orakuj dhe në ëndra. Pra kemi këtu një lloj shumëllojshmërish të interpretimit të simboleve të ndryshme. Pra është një libër goxha i bukur. Le të shohim bashk letrat e orakullit se si do të jetë muaji nëntor për ju të numrit 1. Ju shikoj që mbroheni nga energji hynore, udhëhiqeni dhe jeni njerëz që gjithmonë kërkoni të dini për misteret. Këtu tregohet edhe me librin me fletën e mbyllur këtu, pra që kërkoni të dini më shumë për simbologjinë ose gjërat që okulte, pra që mbahen të fshehta dhe njerëzit e tjerë nuk i dinë ose që kërkoni të shikoni më thellë. Kamomili këtu në fakt është një periudhë rikuperimi, është shumë e çuditshme sepse shiko edhe me lulet ju lidhet, ju zgjodhet numri 1 me lulet dhe prap i prezantohet lulja këtu në këtë rast, elementi i ujit që ju thuhet që është momenti të rikuperoni ndjesitë tuaja, të jeni më pozitiv, të shëroni veten tuaj, të kujdeseni për shëndetin, është momenti të jeni
gentle, pra me veten tuaj, gentil me veten tuaj, dhe mos të kërkoni kaq shumë, mos ta mbingarkoni kaq shumë veten. Le të shohim letrat e tjera që ne flasin për jetën numrit 1 për këtë muaj. Dhe ky muaj ju thuhet, pra edhe këtu numri 0 dhe këtu numri 0 ju prezantojnë që në fakt jeni në një përvojë të re. Kjo përvojë e re ka shumë gjëra që ju nuk i keni kuptuar ende. Keni një rrugë tuaj që doni ta çoni deri në fund. Kjo rrugë mendoj që ka të bëjë me leksione shpirtërore ose ju të kuptoni qëllimin tuaj. Është një moment ose një periudhë e këtij muaji që ju bën pak e shikoj si bëhet këtu harta e humbur, pra ju kërkoni hartën shpirtërore dhe ju thuhet jeni shumë të lidhur me problemet tuaja. Pra momenti që ju kërkoni të dini kush jam unë, çfarë mund të bëj më mirë, është ai moment që në fakt aty ku duket gjëja e thjeshtë bëhet më e komplikuar. Unë ju shikoj në një labirint shpirtëror që kërkoni të gjeni veten tuaj. Jeni goxha intuitiv. Ky muaj është një muaj që mund të haseni me disa probleme, por çfarë do lloj problemi që do ju vi në këmbët tuaja ose përballë jush, ka një leksion karmik. Vini re çfarë problemesh haseni në këtë periudhë në jetën tuaj. Numri 1 sërish, ju shikoj që ju thuhet të njihni vlerat tuaja, mos të dorëzoheni direkt, por rikuperojeni, folini mirë vetes tuaj, sepse ka njerëz që vinë në jetën tuaj ose që vinë në mendimet tuaja, ndoshta janë mendimet tuaja, frikë të ndinë sekrete të fshehta. Pra ju keni të ndoheni ose vendosni mendime toksike në jetën tuaj, në marrëdhënien tuaj, ose e shprehni veten tek njerëzit e gabuar. Keni kujdes nga njerëzit të cilët intuitivisht ju e shihni që nuk janë ata që mund të kuptojnë shpirtin tuaj. Unë numër 1, unë ju shikoj goxha shpirtërore, goxha keni një energji të brendshme që doni t'i bëni gjëra, keni goxha aktiv. Ky muaj do jetë inspirues për ju, do vazhdoni të luftoni për qëllimet tuaja, por nga ana tjetër ju thuhet që disa mendime dhe disa njerëz ju të ndojnë këtë, në vend që t'ju mbështesin, ju të ndojnë. Dhe ndoshta unë këtu do të thoya që keni kujdes të mos pranoni energjinë e këtyre apo të frikave, se mund të jenë edhe frika të subkonsciencës tuaj që ju mbajnë të lidhur ose nuk ju bëjnë të ecni. Është momenti të pastroni mendjen tuaj, hiqni rroba të vjetra, mendime të vjetra që nuk ju shërbejnë të mirës tuaj shpirtërore. Dhe letra e fundit sot për ju shikoj kafe. Shumë tipike kjo karakteristik e vendit tonë, kur ju thuhet keni kujdes sepse njerëz të ndryshëm do të jenë duke bërë thashë theme për ju, pra duke folur për jetën tuaj, duke komunikuar se si është jeta juaj, jo për mirë, por kanë një tendencë negative. Në vijat e përgjithshme, për ta bërë një rezume për gjithë ju që zgjodhët numri 1, jeni goxha intuitiv, shpirtëror, por dhe të zgjuar dhe praktik në të njëjtën kohë. Ky muaj ju bën që ju të jeni në këmbët tuaja, të përballeni me disa sfida, frika të brendshme. Është momenti të pastroni dhe të mendjen tuaj, kokën tuaj, njerëzit ti seleksiononi kush janë ata të cilët janë me ndikim pozitiv, dhe ka ardhur momenti që të filloni një udhëtim të ri, të kuptoni më tepër veten tuaj. Unë ju shikoj që si ky muaj dhe ndoshta edhe vazhdimësia e këtij muaji për disa do të jetë një zgjim, dhe zgjimi shpirtëror nuk vjen i lehtë, por vjen gjithmonë duke u përballur me frika, me ngërgje, me vështirësi, me gjëra që nuk duam t'i bëjmë, por duhet t'i bëjmë në shërbim të njerëzve të tjerë në të njëjtën kohë, në konflikte të vazhdueshme sepse ka njerëz që nuk na kuptojnë dhe është momenti i një rikuperimi shpirtëror. Pse? Sepse ju keni karakter bosi. Ju mund të arrini t'i bëni gjërat vetë dhe nuk keni nevojën e askujt. Pra thash, sa të zgjuar mendërisht jeni, aq edhe po zgjoheni shpirtërisht në të njëjtën kohë. Jeni në rrugën e duhur, asnjë gjë për të ndryshuar. Është një muaj që unë ju them vazhdoni sepse ky është një fillim për ju, nuk është përfundimi i gjithë muajit. Ju faleminderit që më ndoqët deri në fund, do të qim bashkë në videot e tjera, deri atëherë miru takofshim. Mos harroni të komentoni nëse zgjodhët këtë numër dhe nga çfarë vendi ju më ndiqni.
dhe shteti është shumë e rëndësishme për mua, pasi më pëlqen të shoh shqiptarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës dhe janë pjesë e këtij channeli. Nëse doni të më ndiqni në Instagram, mos hezitoni, faqja ime është Tarot Spirit Therapy. Faleminderit, shihemi bashkë në videot e tjera. Përshëndetje ju të numri 2, mirë se erdhët në të lexim. Kjo letër në fakt ju prezanton diçka të ëmbël, diçka sensitive, të bukur, të ushqyeshme dhe të shëndetshme. Ju ndoshta jeni në një moment në jetën tuaj që unë do thoja, duke qenë që ne fokusohemi te ky muaj mund të përkasi edhe me energjinë e muajit të nëntorit, jeni në elementin e ujit, pra të mendimit të diçkaje që doni të jepni jetë dhe të jetë e shëndetshme, dhe ju thuhet që në fakt jeni ndoshta në mendjen tuaj ose si energji për tu vendosur një ekuilibër ose një marrëveshje, eksaktësisht do thoja një marrëveshje që ka të bëjë me ju ose me njerëzit e tjerë. Nuk e di çfarë jeni duke kërkuar në këto momente, por ju thuhet që në fakt do të jetë diçka që ndoshta ju doni dhe ta shkruani ose ta thoni. Po, kjo është dhe gjithashtu peshorja ju thuhet që mund të jetë në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Mund të jetë një projekt i bukur që ju kërkoni ta vendosni në jetë, mund të jetë një marrëdhënie që ju kërkoni të bëni ndoshta një fëmijë, ose të jepni jetë diçkaje që ushqehet nëpërmjet jush. Dhe kur flas ushqehet, mund të jetë edhe një profesion që ju jepni gjithçka, mund të jetë edhe një fëmijë që ju kërkoni të jepni diçka. Pra këtu kemi diçka lind nga ju. Letra e Major Arkanës ju thuhet dhe Emperor këtu, perandori që jeni duke parë disa projekte të reja ose gjëra që ju doni të jepni jetë, por ju kërkohet stabilitet dhe rregull, ose ju ka vendosur disi në siklet ose në një periudhë që keni dalë nga situata juaj e komfortit. Pra kjo është një periudhë ose një muaj që ju thuhet që nëse doni të arrini qëllimet tuaja, mund t'i arrini, por ju kërkohet pak rregull dhe stabilitet. Ose ju ka vendosur në një situatë që ju ndiheni gati me shumë rregulla, gati të lodhur, por që arrini, po sepse të dyja letrat janë pozitive. Madje unë këtë letër të Emperor do ta lidhja gjithashtu me letrën e Saturnit, pra me planetin Saturn, pasi ndoshta Saturni gjithmonë ka tendencën t'ju japi vështirësi, por këtë vështirësi ju thuhet që nëse është destini juaj dhe nëse ju keni punuar goxha, ju do ta merrni hakun e punës tuaj. Pra, por ju duhet të kaloni në rrugën e vështirë për të arritur qëllimin tuaj. Kështu që në rastin konkret ju thuhet që diçka lind nga ju, por ndoshta ju do të kaloni në rrugën që nuk do ju pëlqejë shumë sepse nuk do të jetë e lehtë për ju. Le të shohim disa letra planetare në rastin konkret. Kam 2 letra. Pra ju shikoj që duhet keni durim, shikoj se si ju flitet, sepse si thash është me Saturnin, Saturni i vonon gjërat, Saturni jep vështirësi, Saturni jep probleme edhe me kockat, me dhëmbët, jep një energji të plakur, mund të keni thinja, mund të ndesheni me njerëz ose me situata, me struktura shtetërore të vështira, por jo sepse nuk do të arrini qëllimin, por sepse do t'ju japit të vështirë. Pra është një proces që ju mëson që ju të shërbeni njerëzve të tjerë dhe të keni durim, sepse këtu ju shikoj një lloj, pra që lidhet shtëpia e 8 me muajin e nëntorit, si shtëpia astrologjike, me ndryshime radikale, me atake, pra me njerëz që ju atakojnë ose me njerëz që nuk janë gentil për ju, që mund të jenë në marrëdhënie, por jo vetëm dashurore, profesionale ose vetjeta, ju duket sikur ju vënë në një pozicion gati të sulmues. Dhe ju thuhet këtu ekstremitet. Pra, ju mund të haseni me situata që mund t'ju shokojnë ose mund t'ju mërzisin, por jo në kontekstin gjithmonë negativ, por në kontekstin e diçkaje që vën në test durimin tuaj. Dhe ju kërkoni të largoheni, ju kërkoni ndonjëherë të largoheni nga kjo situatë, pra të shikoni ëndra ose shpirtërisht të vini këtu, të shihni këtë lexim ose të bëni lexime personale me mua ose me dikë tjetër në mënyrë tillë për të njohur shpirtin tuaj, sepse jeni lodhur nga njerëzit ose nga situatat që duket sikur nuk ju kuptojnë ose nuk janë shumë gentile për ju, por në fakt në aspektin karmik duan t'ju mësojnë diçka dhe janë pjesë e dharmës tuaj. Jeni goxha kreativ dhe ju shikoj që stabiliteti ekonomik ose familjar i juaj do të jetë i bollshëm. Është goxha pozitiv. Pra këtu kemi bollok në marrëdhënie me lekun, por ju shikoj që prap do kurseni ose
si do t'i merrni, do t'i fusni direkt në bank, nuk do shikoni diçka ose nuk do investoni tek vetja juaj. Është një moment që ju kërkoni të impresiononi ndoshta njerëzit e tjerë, mund të jeni duke flirtuar me shumë njerëz ose shumë njerëz janë duke adhuruar bukurinë tuaj. Ka diçka që i tërheq ata tek ju, ju thuhet që t'jeni të kuptoni sepse keni të bëni shumë me marrëdhënie me njerëz të tjerë. Numri 2, definitivisht jeni në marrëdhënie me njerëz të tjerë, për një arsye që mund të jetë dashurore, një marrëdhënie që mund të jetë profesionale, ose disa karma që kanë të bëjnë me njerëzit që ju duhet t'i shërbeni atyre ose t'i kuptoni ata ose të ndesheni me jo gentilesën e tyre, është pjesë e karmës tuaj. Kjo unë këtë e shoh goxha të qartë. Pra ju shikoj jeni në marrëdhënie me njerëz të tjerë. Do marrë dhe një letër tjetër. Pra influenca të cilat mund të jenë të komplikuara në aspektin dashuror, shtëpia e 7, që ka të bëjë jo vetëm me partnerin, por edhe me marrëdhënie me njerëz të tjerë, sepse shtëpia e 7 flet gjithashtu për njerëzit, për botën, si ata ju perceptojnë, si ju jeni në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Fakti që ju del gjarpri ju tregon të kompleksuar ose të atakuar nga ata që realisht ju mendoni që mund t'ju mbështesin. Unë do thoya merrni pak kohë për veten tuaj më mirë se sa të merreni me njerëzit, por edhe shmangja shumë e karmës tuaj nuk është e mirë sepse sado që ju të shmangni gjërat do haseni. Ky muaj si do të jetë për ju do numri 2. Temperance, ju thuhet prapë të keni durim sepse gjërat nuk do ju vinë ashtu siç ju dëshironi ose doni në këtë moment. Keni shumë ëndra ose shumë dëshira, por duket se gjërat ju priten ose mendja juaj është goxha e lodhur. Njeriu i varur në të njëjtën kohë prapë ju tregon për një energji e cila nuk është shumë pozitive, është e sikletshme. Pra është një muaj që unë do thoja ka diçka këtu që ju thuhet, nuk do ju shkojnë gjërat në planin ashtu siç ju keni menduar, që mund të jetë ndoshta me marrëdhënie që jeni duke pritur që të evoluojë më mirë. Jeni njerëz të prerë dhe doni përgjigje, po jeni konfuz. Pra ju nuk dini se si ti orientoni njerëzit e tjerë në udhën tuaj. Për shembull, nëse diçka nuk ju pëlqen, është momenti që ju të thoni stop, sepse shikoj që keni lënë shumë njerëz këtu të menaxhojnë energjinë tuaj dhe nuk e kanë bërë në mënyrë të shëndetshme. Numri 2, ju shoh që duhet të vendosin disa rregulla dhe barriera me njerëzit të cilët janë të jashtëm, që mund të jenë shoqëri ose pjesëtar të punës, familjar, kushërinj, partner, pse jo, prap janë pjesë e kësaj. Ju thuhet të kujdesni pak komunikimin tuaj, sepse hera herës bëhet imprekt, por jo se ju e bëni në mënyrë të rezonuar dhe shumë të zgjuar, ju reagoni dhe në vend që të vendosi pikat për mbi, ju i prisni marrëdhëniet. Le të shohim tjera gjëra. Ju thuhet të qetësoni, të merrni kohë për veten tuaj, të jeni të matur në këtë periudhë. Kjo periudhë, 2 letra që dolën edhe numrit 1, ju thuhet që është momenti të shikoni së brendshmi, mos të dyshoni tek vetja, sepse unë shikoj një lloj dyshimi që ju keni në aftësitë tuaja. E di çfarë ndjej në këto momente eksaktësisht, që ju duhet të vendosni në një vijë të rregullt, të jeni disiplinues me veten tuaj, sepse ju keni shumë mendime, por nuk dini si t'i organizoni mendimet tuaja. Dhe është momenti të shihni brenda vetes tuaj, ta doni më shumë veten tuaj, t'i flisni në një mënyrë më pozitive vetes tuaj, sepse shikoj këtu toksicitet, mënyra se si ju komunikoni me veten tuaj është toksike, pra nuk është e shëndetshme. Dhe prap shikoj këtu një letër që më flet për dashurinë. Është momenti që nëse ju do shpenzoni kohë me njerëzit e tjerë, kjo të jetë me ata të cilët ju mendoni që ju vlerësojnë. Por është një moment ose është një muaj që ju thuhet që mos dyshoni më tek vlerat tuaja dhe shikoni së brendshmi, sepse TikTok koha po ikën dhe ju po humbisni jo në mënyrë të shëndetshme. Le të shohim bashkë letrat e mia të orakullit që tashmë i kam bërë zakon që në çdo video që po hedh kohët e fundit të përjavshme, unë edhe promovoj librin edhe letrat e mia që i kam krijuar, i cili vjen në këtë kuti. Këtu janë letrat, vendosen 70 letra brenda, sipër vendoset libri që është me 357 faqe, në këtë kuti magnetike.
dhe peshon 1 kg e 300 dhe 400 gram në mos gaboj, dhe ky libër brenda ju do të keni simbolet se si lexohen në art terapi, se si lexohen në letrat e orakullit, letrat e tarotit, në ëndra. Pra ka simbole që ngjesojnë shumë njëra tjetrën, flas për historinë time dhe mënyrën se si ju mund të shihni këto letra në shtëpinë tuaj. Pra ka edhe një formë që ju mund t'i hidhni. Ky është libri në gjuhën shqipe, pra siç thash vjen në kuti bashkë me 70 letra të tarotit, të orakullit ndjes. Këto janë letrat e orakullit, le të shohim së bashku. Nëse jeni të interesuar, mund t'i bëni tuajat, mjafton të më shkruani në Instagram, jo më në YouTube, sepse gjithë kohës më shkruani në YouTube për çmimin. E keni çmimin dhe çdo gjë përkatëse keni viziv në Instagramin tim Tarot Spirit Therapy, është postimi i parë dhe mund të shihni poshtë për sa kushtojnë në cilin vend, pra sepse posta varion në Amerikë ndryshe, në Evropë ndryshe dhe në Shqipëri ndryshe. Shihni dhe më pas mund të më shkruani për t'i bler ato. Numri 2, si është energjia juaj aktuale? Pra në muajin nëntor, çfarë do hasen dhe çfarë do ju mësoj? Gentiles, dhe në fakt unë jam duke thënë që ju duhet jeni gentil me veten tuaj, sepse e kritikoni goxha. Ka ardhur momenti që ti shihni gjërat nga lart, edhe kjo unë e kam shpjeguar edhe në libër e shpjegoj gjithashtu, që është një shpend në zhdukje, është një shpend që ka ngelur shumë pak, janë 200 në të gjithë botën, 200 shpend të tillë, janë disa në Reunion Island, ku unë jetoj, pra në ishëm Reunion, në Madagaskar, jo, më falni, në Mauritius dhe gjithashtu në Zelandën e Re. Pra të gjithë këto 3 vende që unë thash janë gjithsej 200 shpend që mbrohen sot e kësaj dite nga organizata sepse janë në zhdukje. Dhe kjo letër ju thuhet që të shihni veten tuaj nga lart, sepse është një shpend i cili është e kafshëve grabiqare apo e aksidenteve, sepse ata ngatrojnë dritën e hënës me dritën e rrugëve dhe në momentin kur ata fluturojnë nga një lartësi dhe bien në tokë, prekin tokën, nuk mund të fluturojnë dot më. Pra fluturimi i tyre është vetëm nëse ata janë nëpërmjet malit, pra nëse janë në një lartësi të caktuar. Por momentin që prekin tokën, janë vulnerabël, nuk fluturojnë dot më. Dhe kjo shpend pikërisht unë kam gjetur 2 në këtë ishull, kam qenë goxha me fat për ta parë, për ta prekur, madje për të marrë edhe zjarfiksen, sepse ata janë këtu që vinë për të ndihmuar këto kafsh, këto shpend, dhe më pas ata merren me organizatat e tjera, dhe më ka rastisur që të gjej 2 herë dhe janë shumë të bukur dhe kanë vendosur në letrat e mia të orakullit. Për arsye që t'ju them njerëzve, mundohuni të shihni diçka të ngjashme me këtë shpend unik që është duke u zhdukur në planetin Tokë. Dhe simboli ose mesazhi shpirtëror i këtij shpendi dhe kësaj letre që unë kam krijuar është që ju momentin kur ngatroheni ose dëgjoni zërat e njerëzve të tjerë, është njësoj si shpendi që ngatron dritat e rrugës me hënën dhe kur shkon poshtë, ai nuk fluturon dot më. Dhe ju, nëse ju dëgjoni zhurmën ose njerëzit jo të duhur, ju nuk do të ngriheni më ose do t'i duhet shumë kohë për të rimarrë prapë besimin në veten tuaj. Pra ju thuhet që ky muaj do të keni goxha, unë do thoja bashkim dashuror për disa që janë të dashuruar. Keni kujdes nga gënjeshtra ose nga njerëz, nga flirtimet të cilat nuk janë të shëndetshme. Mundohuni të shikoni brenda vetes tuaj, sepse keni shumë dyshime. Jeni në një muaj që do të jeni gjithë kohës në marrëdhënie ose do të haseni, do të shtyheni në një mënyrë apo një mënyrë tjetër universale ose jo karmike qoftë kjo, për të qenë në marrëdhënie, për të kuptuar nga njerëz të tjerë. Ju shikoj që nuk është se kuptoheni shumë nga njerëzit e tjerë dhe keni kujdes nga diskutimet e tepërta ose nga mënyra se si ju ndoshta disa mund të zbulojnë edhe sekrete këtë periudhë, po eksaktësisht, disa gjëra që nuk do ju pëlqejnë, ose gënjeshtra, ose njerëz që nuk kanë qenë të drejtë me ju, ose situata
që ju do i zbuloni dhe nuk do të ndjeni goxha të lumtur dhe do ju bëjë të reflektoni ose të ndryshoni. Numri 2, eksaktësisht ju thuhet që ushqimi i keq, standarde të ulta, mundohuni të ushqeheni mirë, të jepni vetes atë çfarë ju duhet, qoftë nga ana shëndetësore, por qoftë edhe nga ana me njerëzit që të jenë ata të duhurit, sepse këtu po shikojmë atë djallin dhe mos kërkoni gjilpërën nën kasht. Pra mundohuni të shikoni gjërat në një perspektivë më të lartë, më të gjerë, më të shëndetshme dhe mos kërkoni pse për çdo gjë. Shiheni ose pranoni realitetin ashtu siç ai ju vjen. Një njeri si ai ju prezantohet, i mirë, i keq, sido që të jetë situata, mos e mendoni shumë sepse unë shikoj që ju bëni shumë analiza në mendjen tuaj. Në këto momente jeni duke kërkuar udhën tuaj, jeni të ngatruar, të ngarkuar, letra mbyllet sepse nuk ju tregon udhën se ku shkon, megjithatë ju thuhet që është kohë e lodhshme, e gjatë që ju të arrini qëllimin tuaj dhe ky muaj ju bën gati të reflektoni që a është kjo udha ime? A është kjo duhura që unë të bëj? Pra kemi këtë lloj energjie që ju ndjeni. Ka raste që ndjeni jo të motivuar dhe mund të qani dhe ky muaj ju sjell definitivisht, unë them që do ju lidhi me qëllimin tuaj, me kulturën, me njerëzit, ju i arrini gjërat tuaja. Është një muaj që ndoshta nuk do ta sjellë direkt atë që ju kërkoni, por ka gjëra që ju do mësoni në këtë periudhë. Do zbuloni në këtë periudhë, eksaktësisht mund të them në këtë mënyrë. Pra kemi këtu disa letra të cilat na flasin për këtë zgjim shpirtëror që ju do keni dhe këtë marrëdhënie me njerëzit që gjithë kohës shfaqen njerëzit. Dhe letra e fundit për ju, sot kops rregulloni dhe përsëritni. Definitivisht kjo është një periudhë që unë do të thoja është një periudhë që ju duhet të reflektoni, një periudhë që do ju duken gjërat monotone ose repetitive dhe do thoni sërish kjo situatë, kaq shumë entuziasti, kur do përfundoj. Por ju thuhet durim, po gjërat do ngelen me kokë poshtë, sepse ju duhet të reflektoni nëse është e duhur apo jo, si marrëdhënia me njerëzit e tjerë, si në aspektin profesional, si në aspektin shëndetësor, ashtu edhe dashuror që ju bie në rastin konkret, gënjeshtra ose situata që do zbuloni të vërtetën ose diçka që njerëzit thonë ndryshe dhe janë ndryshe. Pra kemi dhe këtu një lloj ballafaqimi me një realitet që do ju bëj deri diku thoni, okay, nuk pas kam pasur gabimin, intuita ime më ka orientuar. Gjë me letrën e parë të Major Arkanës ju thuhet organizoni mendimet, besimin dhe vendimin tuaj, pra jeni më të vendosur në gjërat që doni, në mënyrë të tillë që të thoni dhe jo. Sepse ju mund të thoni jo, problemi është që ju dyshoni të vetja juaj. A është kjo gjë e duhur? Mos kam bërë gabim që kam thënë jo? Pse kam thënë jo? Po sikur të thoja po, çfarë do ndodhte? Pra këto lloj dyshimesh nuk janë të shëndetshme. Dhe ju duhet thoni vetes, duhet të them po ose jo. Dhe vendosni, nëse thoni jo, qëndroni besnik mendimit tuaj. Nëse thoni po, qëndroni besnik vendimit që ju keni dhënë ose keni marrë. Sepse ju shikoj pak të lëkundur ose dhe shumë situata nuk varen nga ju, varen nga njerëz të tjerë. Ndryshoni ose reflektoni në ato që mundeni dhe lërini gjërat e tjera të rrjedhin sipas udhës tyre. Muaji nëntor është një muaj që unë do thoja gati edhe pak konfliktual për ju që zgjodhet numri 2. Edhe pse qëllimet janë pozitive, ndoshta mund të keni pak kujdes me mënyrën të komunikuarit ose të nervozizmit që vjen nga njerëzit e tjerë. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Nëse ju ka rezonuar ky lexim, ju mund të shkruani që zgjodha numrin 2, ju ndjek nga ky shtet, nga ky qytet, sepse është një kënaqësi të shoh ku ka shqiptarë në vende të ndryshme të botës që më ndjekin dhe gjithashtu të shoh nëse ka rezonuar ky lexim. Nëse doni lexime personale, mos hezitoni të më shkruani në Instagramin tim Tarot Spirit Therapy dhe më pas aty i jap edhe shërbimin nëse ju pëlqejnë letrat e mia të orakullit për t'i bler ato. Mjafton të më shkruani në cilin vend ju ndodheni dhe unë do t'ju jap të gjitha të dhënat se sa kushtoni dhe sa është posa përkatëse në vendin ku ju jetoni. Faleminderit që më ndoqët deri në fund të këtë video të numri 2. Jemi bashkë në leximet e tjera deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 3, mirë se erdhët. Numri 7 është goxha universal dhe ju thuhet diçka e re, është në udhën tuaj duke qenë
edhe me shenjën zodiake këtu të Luanit, po krijohet diçka. Rënjët janë vendosur goxha pozitive, jeni goxha pasionant për gjërat tuaja, mund jenë artistike ose jo, po jeni duke krijuar diçka unike, të shëndetshme dhe me rënja të shëndetshme. Pra në këto momente në jetën tuaj ose në këtë muaj do thoja në të nëntorit, jeni duke menduar se si t'i bëni gjërat më mirë. Le të shohim letrat e Major Arkanës, të cilat janë 22 në numër, se si do t'jetë energjia e muajit nëntor për numrin 3, dhe ju shikoj me priftëreshën, e cila ju thuhet që në fakt ju keni ose do shihni brenda vetes tuaj. Brenda vetes tuaj unë shikoj disa sekrete, jeni njerëz të mbyllur, njerëz dyshues për njerëzit e tjerë, ndoshta sepse jeni lënduar në përpara në besim, pra nuk e jepni goxha besimin tek njerëzit e tjerë, mund të jeni të fshehtë, mund të keni Instagram me një emër tjetër, mund të shihni njerëzit e tjerë me dyshim dhe mendoni që ju hanë në sy ose ju flasin negativisht. Jeni njerëz të mbyllur eksaktësisht, keni shumë gjëra në mendje, në trupin, në kokën tuaj që doni t'i thoni dhe nuk i thoni. Ju shikoj që në fakt jeni në rrugën e duhur, meqense kjo letër ka edhe gjëra pozitive dhe negative, në sensin sepse është mirë nëse do të flasim për të mbrojtur energjinë, por nga ana tjetër ju bën të mos jeni shumë social dhe mos të angazhoni shumë me njerëz të tjerë. Megjithatë, si letër, unë do thoja goxha të rezervuar, dyshues. Është një muaj që ju doni të shihni, le të themi, ato çfarë ju keni investuar më përpara, eksaktësisht kjo më thuhet, pra çfarë ju keni investuar doni të shihni tani frutet tuaja. Dhe është shumë interesante sepse janë dy letra me energji të ndryshme, kreativ dhe nga ana tjetër të rezervuar. Pra edhe doni të, ose njerëzit e tjerë që janë kreativ ju inspirojnë, por nuk i tregoni shumë këtë energji tek njerëzit e tjerë. Dhe ky muaj do ju bëj pak të stepeni ose të prisni akoma momentin e duhur. Le të shohim letrat e tarotit. Ka të bëjë me projektet për të cilët janë meshkuj, diçka ose dikujt i thoni mirëpafshim, e lini si marrëdhënie ose situatë, ju bie këtu pikërisht një energji prap femërore, që ju flitet për disa që mund të jenë nëna dhe të fokusohen tek shëndeti, te shtatzania, madje ju edhe nëse do të jeni shtatzane nuk do ja thoni askujt. Ka diçka që ju filloni dhe krijoni brenda vetes tuaj, disa mund mos kuptohen nga partneri i tyre dhe mund ta gjejnë këtë kuptueshmëri brenda, do thoja, fëmijës së tyre, qoftë ky fëmijë i brendshëm, qoftë ky fëmijë real në jetën tuaj. Pra ju jeni goxha të brenda shpirtit tuaj jeni goxha të dhënë ose mbrojtës për familjen, për goxha të ndjeshëm, do thoja, me familjen tuaj, gati të obsesionuar që askush nuk më prek familjen, askush nuk, unë do thoja që mund jeni dhe shenja e gafores ndjejnë në këto momente, ose karakteristikat e saj, sepse ndjej që jeni goxha të mbyllur, kurioz, të dini për njerëzit e tjerë, por nuk hapeni lehtë dhe jeni goxha të askënd nuk lejoni të japi mendime për jetën tuaj. Keni frikë nga abandonimi, jeni në një rrugë që mendoni që nuk kam kohë, duhet të veproj, më intereson vetëm vetja ime, shtëpia ime, njerëzit e tjerë nuk më intereson. Unë do thoya një energji goxha e mbyllur, dyshuese, nuk e di nëse do them shumë e shëndetshme, sepse mund të jetë edhe pak egoike ose më ka lënduar dhe unë prandaj po veproj kështu, sepse ju mund të thoni këtë energji që unë jam dyshuese për këtë arsye të caktuar. Nuk ju shikoj shumë të ndërveproni me njerëzit e tjerë, ju shikoj goxha të mbyllur si energji. Megjithatë, ju shikoj udhëtime të vogla ose planifikoni të bëni lëvizje të vogla. Numri 3. Ju thuhet jeni gjeneroz me njerëzit, jepni më shumë dhe ju bie numri 5, këtu që flet për shenjën zodiake të Luanit, që ju ra edhe këtu Luani. Dhe shumë interesante në fakt, sepse ju bie Luani këtu dhe shtëpia 5 që është e Luanit. Jeni kreativ, doni të jepni shumë, por prapë jeni dyshues, keni një energji kontradiktore brenda jush.
Do ndihmoni dikë ose është momenti që ju duhet të ndihmoni dikë, sepse nëpërmjet këtij gjesti mund të pastroni edhe disa energji karmike, sepse kemi Saturnin këtu që flet për energji karmike. Megjithatë tregon edhe që nëpërmjet fëmijës ose martesës tuaj ju keni mund të jetë karmike, fëmia që lind tek ju ka një lidhje karmike, partneri që ju keni mësoni ose merrni disa energji karmike. Ju ndoshta besoni edhe në karmë, ju thuhet të jeni të duruar, jeni në shërbim të njerëzve të tjerë, gati dhe të lodhur në këtë periudhë. Prap ju bie shtëpia 5, goxha interesante, sepse ju doni të krijoni diçka, doni të jeni në syrt ose të vlerësoheni nga njerëzit e tjerë. Shtëpia e parë ju thot për individualitetin tuaj, merrni risqe, por në mënyrën tuaj dhe prap ju bie Saturni, 2 herë Jupiteri që është babai guru dhe leksionet shpirtërore dhe udhëtimet shpirtërore që dikush përjeton. Kemi Saturnin që ju bie si mësime, leksione karmike për që ju vonon gjërat. Ju duket sikur nuk ndjeni shumë të kuptuar nga njerëzit. Ju mendoni prap shtëpia 9 këtu që lidhet me Jupiterin. Ju ndjeni të kritikuar nga njerëzit e tjerë. Në fakt do thoja ju jeni vetë kritik me njerëzit e tjerë. Dhe ka raste që jeni impulsiv ose jeni të paduruar me vendimet ose se si gjërat vinë në jetën tuaj, sepse shikoj këtu që ju nuk doni kritik ose mendje nga njerëzit e tjerë, por nga ana tjetër ju jeni duke bërë të njëjtën gjë me njerëzit e tjerë. Ka disa leksione që ju duhet të kuptoni, të mësoni nëpërmjet të qenit humble, të qenit me këmbë në tokë ose njerëz që unë do thoja që ju duhet të ndihmoni më shumë njerëzit e tjerë, sepse duke qenë njerëz që jepni më shumë, ju kontribuoni më shumë në pastrimin karmik. Unë këtë ndjej në këto momente, në këtë lexim. Sepse ju i shmangni njerëzit e tjerë, ju krijoni një portë që mos hajdeni, mos flisni për mua, mos jeni pjesë e jetës time. Unë mund të di për ju, por unë nuk duaj që ju të dini për mua. Por në fakt që energjia karmike që ju thuhet, qoftë në këtë muaj dhe jo vetëm, është që ju të ndihmoni njerëzit e tjerë, është që ju të ndërveproni me njerëzit e tjerë dhe ju të mbyllni portat. Kjo më thuhet në këtë lexim. Çfarë energjie tjetër ju thuhet? Po, ju ndjeni të lënduar ose diçka doni të ikni, të largoheni, ta lini pas, sepse nuk dini të përmbushoni, ndoshta shoqëria ose njerëzit keni thënë boll me njerëzit, nuk mundem dot më. Ky muaj ju bën ndjeni të lënduar ose diçka ju lëndon, ka diçka që ju e mbani prej kohësh brenda shpirtit tuaj, ka diçka që në këto momente kërkoni një terapi të largoheni ose të krijoni rregulla të reja në jetën tuaj, të fokusoheni më tepër tek puna juaj. E arrini gjërat profesionalisht? Unë mendoj se po. Mendoj se po, sepse ju shikoj goxha të angazhuar në pjesën profesionale, shumë punëtor, shumë të studiuar, të duruar, keni sakrifikuar dhe kuptuar njerëzit e tjerë, keni vendosur një barierë që në fakt ju mendoni që është e shëndetshme, për momentin mund të kenë ndihmuar disi, por ju thuhet që ka disa gjëra që nuk janë mbyllur ende dhe prap do t'ju çojnë të jeni të ndërveproni me njerëzit e tjerë. Hapni energjinë duke besuar dhe duke mos qenë dyshues, duke mos qenë që çdo njeri që vjen ju i vendosin një epitet ose një layer që nuk lejoni që ky person të vi më tepër në jetën tuaj. Jeni goxha të mbyllur, mistik, skeptik, prap, nuk krijoni shumë shoqëri të ngushtë me askënd, goxha protektiv për fëmijën tuaj, gati dhe nuk lejoni që dikush t'i japi një mendje pozitive ndoshta se si ju mund të veproni me fëmijën tuaj.
A do të jeni gjithë kohës në konflikt me njerëzit? Unë mendoj që nëse do ta shikoja si një energji të përgjithshme jetësore, do thoya që po, do të jetë gjithë kohës kjo energji konfliktuale me njerëzit që ju nuk e gjeni vendin dhe nuk janë vetëm ata problemi, por ka rasti që edhe ju komunikimi juaj është goxha i ashpër ose jo shumë i dashur ose i ndërlikuar, i ngatruar, ndoshta ju shihni gjërat shumë thellë ose një perspektiv tjetër, pra nuk keni praktik, eksaktësisht unë do të thaj që ju nuk keni praktik, pra mund keni ide shumë të mira, shpirti juaj të jetë i dashur, të doni të shihni gjërat më tepër së brendshme, por nga ana tjetër nuk keni një prakticitet, jeni të ngatruar dhe prandaj dhe njerëzit e tjerë ndoshta nuk ndihen mirë me ju ose vinë nga karmat e jetës së mëparshme, diçka, njerëz, situata këtu që përsëriten. Nëse do bëni një lexim personal, gjërat mund të ishin më të qarta për mua, por duke qenë që është një leksion shpirtëror i përgjithshëm dhe për gjithë ju që unë as nuk ju njoh, që më ndiqni në YouTube, atëherë mund të përkasi, le të themi, pjesërisht me ju, por po, nëse ju keni zgjedhur numrin 3, unë do thoya që një lexim personal mund të ndihmonte, sepse ju shikoj këtu që ka disa ngërçe që ju thoni, po pse më ndodh, unë e bëj me gjë të mirë, po nuk është gjithmonë problemi njerëzve të tjerë, po ka diçka që ju duhet në të njëjtën kohë edhe të reflektoni këtu, të jeni më praktik. Por nga ana shpirtërore jeni goxha që doni të shikoni gjëra të thellë. Kështu që ky muaj unë mendoj që është një muaj që ca gjëra do t'i thoni mirëpafshim, me disa frika ju do përballeni sërish. Do të jeni shumë të fokusuar në kompjuter, në telefon, në pjesët profesionale, do të filloni të gjeni individualitetin tuaj, do ndihmoni njerëz në nevojë ose do të dëgjoni për dikë që nuk është mirë nga ana shëndetësore. Pra ky do të jetë energjia e përgjithshme këtij muaji, do thoya për ju. Këtu kemi letrat e mia të orakullit që kam krijuar në periudhën më të bukur të jetës time që kam qenë shtatzane. Vinë në këtë kuti magnetike, e cila ka brenda pra këto letra, 70 letra, bashk me librin tim, e cila mbyllet kështu dhe ju merrni një kuti që ka libër dhe 70 letra në gjuhën shqipe. Janë letra të cilat ju motivojnë ditë për ditë, ju mund të merrni një letër dhe të shihni si është energjia juaj përgjithshme ose çfarë duhet të konsideroni sot. Ky libër është goxha i bukur, flet për rëndësinë e secilës letër dhe për simbole të ndryshme. Çdo letër ka shumë simbole, të cilat kanë edhe kuptime të ndryshme në varësi të pyetjes që ju ngrini. Dhe më pas ky libër është krijuar me ngjyra shumë i bukur, me detaje. Ju njiheni dhe me simbole se si ato interpretohen në leximet shpirtërore, në letrat e orakullit, në art terapi, gjithashtu edhe në letrat e mia të orakullit që kam krijuar vetë. Dhe në ëndra, gjithashtu dhe në ëndra. Ky libër është një libër i cili është në shqip, si thash, dhe kam edhe historinë time se si ka lindur për të krijuar dhe për të lexuar letrat. Nëse jeni të interesuar, më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagram, ku ju jap informacione se sa kushtojnë bashkë me postën përkatëse të vendit ku ju ndodheni. Numri 3, si është energjia e këtij muaji të nëntorit? Gjelbëra në kasht, jeni duke kërkuar psen dhe gjërat ndonjëherë humbni, qëllimi juaj është i mirë, mënyra se si ju afroni një problemi është ngatruar. Letrat në fakt po i shfaqen tamam si numri 2. Jeni duke kërkuar udhën tuaj, po jeni hasur me vështirësi dhe po duket se nuk është e lehtë udha juaj. Është një muaj që mund ju hasi disa vështirësi ose problematika, speca djegës ju thuhet pritni marrëdhënie të ndikime toksike. Pra, mund të jenë edhe mendimet tuaja që deri diku janë toksike, sepse ju nuk pranoni asnjë gjë dhe keni vendosur një barierë deri këtu, mos më afroni, nuk dua asnjë mendim. Ju thuhet që jepni më shumë konfidencë vetes tuaj, gjeni udhën tuaj duke fokusuar tek vetja juaj dhe jo duke krahasuar vetëm me njerëzit e tjerë, dhe mosoni pse ma bëri këtë në këtë mënyrë, përse më soll në këtë mënyrë, sepse unë shikoj një energji që ju e shqetësoni veten dhe ngarkoni veten duke u fokusuar tek njerëzit e tjerë. Dhe kjo është një kritik që unë e shikoj që më thuhet në këtë lexim, që në fakt mos u fokusoni tek njerëzit e tjerë, sepse humbisni kohë dhe energjia juaj shtërrohet duke u fokusuar se çfarë tha njëri dhe tjetri.
le të shohim prap mesazhin e numrit tuaj. Ju bien letrat e ngjashme me numrin 2, edhe pse unë kam gatuar. Letrat ju thuhet që jeni goxha gentle, shpirti juaj mund të ketë jetuar shumë kohë më përpara dhe është një jetë që mbas shumë rimishërimeve, keni një intuit të këndshme, të mirë. Ju thuhet që ka ardhur momenti që ju të mos bëni repetitive të njëjtën energji në mënyrë të vazhdueshme, ose të njëjtat gabime, disa gjëra që nuk kanë shkuar në të shkuar, ndoshta ka ardhur momenti që ju t'i rregulloni në të tashmen. Numri 1 dhe 8, unë shikoj individualitetin, shpinën e 8, e cila tregon transicion edhe një energji karmike infinita, por nëse i bashkojmë bashkë 1 + 8 bëjnë 9 që më bie me shpinë e Jupiterit dhe shpinë e Gurus, pra ju jeni një udhëtim shpirtëror që nuk është i qetë ose nuk ka shumë gjëra që ju të shojnë prap pas, pra bëni disa hapa para dhe prap ka situata që ju ndeshim për të çuar që ju duken sikur po përsërisni, por kjo është për arsye sepse ju duhet të reflektoni dhe të kuptoni në këtë periudhë se çfarë unë kam bërë gabim dhe ndoshta disa gjëra që nuk i keni rregulluar ose i keni kuptuar ose pastruar karmikisht, duket se shkoni prap pas, pra universi ju çon pas sepse duhet t'i kuptoni më mirë. Ju përsëriten definitivisht letrat edhe pse unë i gatroj, dollapi, pra mendja juaj duhet pastruar, vendi ku ju jetoni duhet pastruar, shpirti juaj duhet pastruar nga energji toksike dhe mendime toksike. Pellg me balt ju thuhet komplikim, të vërteta të fshehura, pa drejtim. Jeni në një moment që kërkoni të shihni udhën tuaj. Kush jam, çfarë mund të bëj më mirë? A i keni mendjen të qartë? Jo. A i keni rrugën të qartë? Jo. Prandaj ju thuhet që gjërat ju përsëriten karmikisht. Dhe këtu karmikisht është sepse duan t'ju bëjnë ta kuptoni këto, sepse ka shumë prej jush që shikoni këto numër, që keni zgjedhur këtë numër, duket se nuk e keni kuptuar shumë vështirësi pse ju ka ndodhur karmikisht ose pse kanë ardhur në këtë periudhë. Wow, ju thuhet që shikoni gjërat lart. Unë këtë letër e shpjegova në numrin 2, e di çfarë, do të marr një letër tjetër, sepse ndjej që duhet marr një letër tjetër. Është një shpend që është në zhdukje, jeton në Reunion Island, unë kam gjetur 2 prej tyre, jeton në New Zealand dhe gjithashtu në Mauritius. Gjithsej në planetin tonë ekzistojnë vetëm 200 dhe ju thuhet që shikoni gjërat për së largu. Është një histori e bukur që unë e kam shkruar edhe në librin tim, por dua të marr një letër tjetër sepse më duket sikur më përsëriten letrat e dyshit. Atëherë ju thuhet gjemba në rrugë, siklet dhe embje pa kënaqësi. Është një moment në jetën tuaj që ju thuhet të reflektoni dhe mos ta lëndoni veten tuaj ose mos të shkoni në situata të komplikuara, në situata të cilat nuk ju bëjnë mirë. Ndjej që do marr një letër tjetër fundit. Ushqimi i prishur pa mundësi për të zgjedhur situata keqe. Muaji nëntor është një muaj që unë do thoja nuk duket shumë gentil në vija të përgjithshme, por nuk është një lexim personal, është kolektiv, sepse ju thuhet që duket se ju haseni prap me disa probleme ose situata që duhet i rregulloni, duhet i vendosni në vijin e duhur. Mendimet ose ndjenjat tuaja ose puna juaj është në rrugë të mbar, për arsye sepse ju keni investuar kohë më përpara dhe tani do shihni frutin ose rezultatin e punës tuaj. Ju shikoj goxha kreative, mendime goxha pozitive. Është një muaj që ju thuhet që sikletet e vjetra për disa mund të jenë sërish prezente ose për disa ju duhet të kuptoni pse ju ndodhin, të reflektoni mbi këto probleme. Goxha protektiv, goxha jo komunikativ, me shpatën në dorë për të diskutuar ose për të thënë jo, ikna jeta ime. Por ndonjëherë mua më duket sikur ju manifestoni frikat tuaja në jetë. Gjeni gjithmonë pse e mbingarkoni veten tuaj sepse merrni problemet, hallet, energjitë dhe mendimet e njerëzve të tjerë. Kështu që ju thuhet hiqeni këtë barë shpirtërore, mendore, psikologjike, fokusoni në çfarë ju shërben ju më mirë, në qëllimin tuaj më pozitiv dhe më të mirë, dhe mundohuni të jeni sociabil, të jeni të qeshur, të mos ta mbingarkoni veten me energji negative. Edhe nëse njerëzit ju vinë me problemet e tyre, mos harroni që çdo kush në këtë jetë ka mbingarkesat e veta dhe ndonjëherë nuk sillen mirë me njerëzit e tjerë, sepse reflektojnë energjinë e tyre dhe jo qëllimin e tyre. Qëllimi mund të jetë i mirë, por pa dashur reflektojnë energjinë e tyre. Edhe ju mund të reflektoni energjinë tuaj, prandaj dhe njerëzit ndjejnë këtë
mos kënaqësinë të shpenzojnë kohë gjatë me ju, se të jenë shok të ngushtë me ju shikojnë pak misterios, bizar, dhe nuk është se pëlqeni nga të dyja palët, edhe ju ata edhe ata ju. Ky është një lexim i përgjithshëm për muajin nëntor. Sigurisht nëse ju doni lexime personale, mund të më shkruani në Tarot Spirit Therapy dhe mund të kemi lexime personale që lidhen eksaktësisht me energjinë tuaj dhe me problemin, me jetën tuaj, sesa një lexim i përgjithshëm. Faleminderit që më ndoqët, më shkruani ju lutem në cilin vend, qytet ju më ndiqni, është kënaqësi të di se sa shqiptarë në vende të ndryshme kush më ndjek në këtë channel dhe nëse ju ka rezonuar ky lexim. Faleminderit që më ndoqët deri në fund, që jemi bashkë në leximet e radhës, deri atëherë miru takofshim.